Pas 2 javësh nga nisja si problematike për mbytjes së terminalit të autobusëve, rrugës Lise mes 2 lagjeve të qytetit të Bulqizës dhe bizneseve në zonë ka nisur ndërhyrja në kanalin Ujmbledhës. Në ndihmë të Bashkisë Bulqizë ka mbërritur një mjet tip ekskavator nga drejtoria e bordit të kullimit Durrës, ku ka nisur punën për zgjerimin e kanalit. Me rënien e intensitetit të rreshjeve të shiut ka rënë edhe niveli i ujit në zonën e përmbytur, por ende ka prezencë të tij. Banorët thonë se zgjidhja e këtij problemi duhet të nisë me pastrimin dhe zgjerimin e kanalit Ujmbledhës, që në afërsi të qafës së Buallit e të përfundojë në fshatin Vajkal. Vetëm në këtë mënyrë sipas banorëve arrihet një zgjidhje afatgjat, por jo përfundimtare. Ky kanali mund të jetë hap një 50 herë. Është hap një 50 herë. Nuk ka zgjidhje. Tu e fundi zgjidhje mund të jetë, për shembull të vjen në bombë aty, në hidrovonë, të kalojë duhet patë për të kaluar rrugë. Nuk ka më zgjidhje këtu. Ne duhet të nga këtu. Nga këtu, kur ju të kujt pezën, do të fillojë nga ku merr ujë hof. Kanali të thëllu poshtë, rëbet. Po se thëllova ai të fjej kështu ujë. Këto dhe pas të ne krekin në shtetë, me më punë. Po shish po bëhet më e bëhet për t'i ki ujtë. Po shish i ujtë të poshtë, shak më e robon, sërto më e. Aje thëllo, pastrohet, nuk thëllo. Aje dhe thëllo, me nali të heci ujtë. Po nuk heci ujtë, ka shko. Ujtë shko bravo, ka shefa bunë. Ma me të mitonetin e në tunel qetra, që në të dalë ujtë. Po zindje kjo. Nuk po zindje. Mos përballimi i gjithësisë së ujit që grumbullohet nga qafa e Buallit bëri që 2 javë më parë mes 2 lagjeve të qytetit të Bulqizës të krijojë një basen ujor, duke bërë që të përmbytet terminali i autobusëve, bizneset e zonës dhe rruga Lise mes 2 lagjeve.